Ndërkohë, ju lutem, mendim në regjisë, duhet ndjek pak prononcimin e pak minutave më parë të Gjovalin Shkambit, xhaxhait të autorit Elvis Shkambi. Ndjekim pak se kjo është më shqetësuese, zoti Softa dhe Nart, ndjekim pak të prononcim. Në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, nipi juaj një ditë më parë ka kryer një krim. Ndërkohë, ju si xhaxhai i Elvisit, çfarë mund na thoni për këtë ngjarje të rëndë? Njëjësit dënojnë njëto do të përballet me të njëjtën gjë. Nipin tuaj? Po, njëjësit e dënojnë do të përballen me pluma. Se ka 13 vjet si i shkruajmë kryeministrit e tënë qeverisë, anani prunën, se u kena ble. Njëjësit dënojnë njëto me Kolinën, me Klismonë, me mua, ka të njëjtën shpërblim. Provat i lam. S'na përdhën në kush. Se ja kena ble shtetit, ose më na çuan burg, pra, se kena privatizuar prunën gabimisht. Nuk jeni i penduar për atë çfarë ka ndodhur ju? Familjes të ndjerit gjyqtarët. Po. I ulem gjëj. Edhe i kërkoj halalin me kishe me xhami. Po ndërkohë që i kërkon halalin, ti prap thu që njëjtin veprim do të bëjmë edhe ne. Tash si qëndron kjo deklarata juaja? Nëse dënoj një djalë, po. Ai gjykohet sikur është gjykua Astriti. Mos u merrni me atë spojt, se kena 13 vjet që jeni formojmë shtetin. Se kena ble pronën me liz, me rregulla. Jena bërë çdejnë ton. Kush dënoj një djalë të njëjtën gjë ka. Në qoftë edhe Donald Trump, në qoftë edhe Papa. S'ka loj me ne ma. Ndërkohë, ju si familja Shkami, a i keni letra të rregullta pasi banorët pretendojnë se i keni falsifikuara? Po, na i kena fituar të na gjyqet, na kena me certifikat, ku që mërë zotni? Te hetojnë shteti, se ka 13 vjetë së rritu i shkure di Ramës. O lirëm pronën, o lirëm pronën, o lirëm pronën. Edhe s'ka loj ma me ne. Të ndjerit, familjes të i. Ndërkohë, ju, a keni kanë ndjenit veprimit që do të bënë të nipi juj? Ja. S'ke kanë ndjeni? Ja, ndjeni s'kena kanë. Se me pa kanë ndjeni mu kisha nërë. Se unë, 72 orë të para, kumë të ku shefin e komisariatit Shkodrës. Edhe, ku vanë informacion pasër, se asaj me Rostemi, ishtë drejtori policisë bashkjake. Nuk u ka prish objektet si duhet, se ishtë dashtë më prish edhe një kjo këri. Ku thirë vajnë, shumë djallin e rumë, shumë profesionist, ta dina certifikatën. Për vaj, rështipi. Edhe i kun Tiranë. Gjovalin, cili është mesazhi juj? Qofë për drejtësinë, qofë për familjen e të njerit, a keni një mesazh, le të themi? Po. Familjes asës kalas djallit e vajzë, se familjave të në u bjenë gjyllejnë. Ne pa qa dashtë, më kishe drami i farën. Edhe diçka, a i druheni hakmarrjes? Në mënyrë absolute, më zotin. Këna një stuf pa pame. Në mënyrë absolute, nuk i drumë hakmarrjes. Nuk i druhesh? Jo, hiq. Se jo ka ta thë copë. Kush dënojnë atë djallë, gjykot me plumën në salë gjyzit të mdekëshin 5.000 mi prapë. Se më ka prejnë besë shteti, se ja ku ble shtetit tu. S'ka gjystarë si e dëno. Se mdekëshin 5.000 mi ha plumat si kur i hëngrastrit kaloja. Okej, pak është përmbajtje e rëndë për këtë orë, por ky është realiteti. Dhe Softa? Duket një gjendje e rënduar, emocionale. Ndoshta nuk e percepton dot që është duke dhënë këtë gjë në një media, pavarësisht e ka gazetarin përballë, dhe nuk kupton dot çfarë efektesh ka. Sepse normalisht është vepër penale kjo që është një vepër penale. Dhe normalisht një kërcënim i hapur, njësoj sikur ta ketë bërë, pra tentativë për ta bërë, pra aq kohë sa ai thotë që do ta bëjë me plumë apo jo. Megjithatë, thash që do të jenë strukturat, organet që do të thashë në fillim që duhet hetohet që nga fillimi thatë, e thasë pjesë. Problem pjesë e të njëjtës gjë të cilën ne po diskutojmë sot, që ka plot njerëz ndoshta në këtë botë
të cilët mund të bëjnë veprime të tilla. Dhe nuk është sa njerëz ka që mund ta bëjnë, po çfarë ne mund të bëjmë për t'i parandaluar raste të tilla. Në qoftë se edhe nga autori dyshuar apo pjesëtar të kësaj familje mund të kenë kërcënuar më parë, të paktën thuhet në media që kanë bërë dhe kërcënime më parë dhe në media, e njëjta gjë është dhe kjo, që ky lloj paralajmërimi mund t'i paraprit ndoshta të një veprimi tjetër më pas. Sepse drejtësia nuk mund të kërcënohet dhe drejtësia nuk mund të Sa po shoqëruan polici shantazhohet. Gjevalin Shkambe? Sa po shoqëruan polici? Që nuk mund të shantazhohet. A kuptoj. Pra, okay, veprimi me një hershëm nga në policisë ishte e pritshme. Është i drejtë.